Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Sot do të trajtojmë një tjetër ajet interesant. Një ajet që na mëson se si ti kemi raportet dhe balancat midis nimeteve apo begative që na ka dhënë Zoti i Gjithësisë. Sot do të zhytemi në disa thesare të tjera kuranore. Një ajet i cili trajton vlerat apo mirësinë e gjuetisë, gjithashtu pra dhe se si ne do të ushqehemi pra nga ushqimi i udhëtarëve të librit. Por kjo do të jetë pjesa e dytë pra e këtij ajeti, do të jetë një emision më vete. Ejani pra të zhytemi së bashku në këto thesare dhe konkretisht të kuptojmë pra se kush janë domethënjet e ajetit pra 4 të surës El Maide, në të cilën Allahu Azza wa Jall thot: të pyesin ty ç'është e lejueshme që të hanë. Thua ju, o Muhammed, ju lejohet juve çdo gjë që është e dëlirë, dhe atë që ju agjuajnë shtazët që i keni stërvitur e i përdorni në gjueti, ashtu siç Allahu ju ka mësuar. Pra, hani atë që ju asjellin, e përmendni emrin e Allahut, friksojuni Allahut, Allahu është i shpejtë në llogari. Pra vëllezër të besimtar, domethënë në këtij ajeti dhe shumë vlera të tjera, le t'i sqarojmë me hoxhën tonë të nderuar Ahmet Kalan. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se jeni. Atëherë fillimisht, kush është shkaku i zbritjes së një ajeti të tillë? Duke qenë se ajeti kuranor trajton, le të themi, një pjesë të rëndësishme të jetës, sidomos të asaj kohe, bëhet fjalë për një shoqëri e cila si më thonë, një pjesë të mirë të mënyrës të ushqyerit e kishin të ndërtuar mbi gjuetin. Pra, kur ne themi që Islami është një sistem i të jetuarit, domethënë ku Zoti më sqaron çdo gjë që i nevojitet njeriu, patjetër që gjuetia në atë shoqëri, po edhe në disa shoqëri sot botërore, le të themi disa shoqëri në përbot, le të themi, merr një pjesë të rëndësishme të jetës, merr një pjesë të rëndësishme të zhvillimit jetësor. Është trajtuar, pra, si më thënë, Zoti siç ka sqaruar, le të themi, shumë gjëra në Kur'an, martesën, divorcin, qeran, dëshminë, gjykatën, ligjet nga më të ndryshme, le të themi, çdo gjë që ka të bëjë me jetën e njeriu, kemi verdiktin islam të gjës, patjetër që duhet edhe kjo pjesë të kishte verdiktin e vet, pra ligjet ose rregullat mbi gjuetin. Për këtë arsye nuk ka libër të jurisprudencës islame, fikut islam, që mos ketë një kapitull që thotë Kitabu Sajd, libri mbi gjuetin, që do të thotë ka rregulla speciale të tjera, që do të thotë jo çdo kafshë e egër që gjuhet mund të hahet, po jo çdo lloj forme dhe mënyre e gjuetisë e bën kafshën e gjuajtur, pra le të themi prehun e bën halal apo e bën të lejuar. Pra ka disa kritere që e bëjnë të lejuar dhe që mund të ushqesh prej gjës së gjuajtur. Pra është e rëndësishme sepse ajeti është i rëndësishëm, e para sepse është trajtuar në Kur'an, dhe e dyta sepse trajton një pjesë të rëndësishme të ushqyerit. Pastaj qoftë edhe për shije, pra, domethënë, nëse ne flasim për të ushqyerit e mirë dhe halal dhe të pastër, nuk ka dyshim se të ushqyerit, le të themi, me gjueti ka një lloj komoditeti edhe më të mirë që ka të bëjë, domethënë, është si edhe një lloj, le të themi, hobie, është edhe një lloj të ushqyerit shëndetshëm të tjerë. Pra dua të them me këtë që ajeti është i rëndësishëm sepse trajton një pjesë të rëndësishme të mënyrës si zhvillohet jeta e njeriu, që është edhe gjuetia. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, për sa i përket shkakut dhe arsyes së zbritjes së këtij ajeti, me që po trajtojmë si fillim këtë ajet. Kemi dy aspekte. Aspekti i parë është fakti që njëri prej sahabëve, radhiyallahu ta'ala anhu, Hatim Adi ibn Hatim, radhiyallahu ta'ala anhu, ai pranon Islamin, ishte mbret, ai ka një histori shumë interesante në mënyrën se si e ka pranuar Islamin. Motra e tij u bë sebeb sepse ai ishte një nga ato emrat, le të themi, që kishin dalë në listën e zezë, por motra e tij u bë sebeb pra ndërhyr, si më thon, ndërmjetësoi tek profeti alayhis salatu wassalam dhe shkon dhe e merr vllajën e vet, ndërkohë që ai, pra Adiu, pothuajse po ikte nga gatishi arabik dhe vjen tek profeti alayhis salatu wassalam dhe ai ka një dialog shumë interesant mes tij dhe profetit alayhis salam, dhe ndër pyetjet që ai bën profetit alayhis salam ishte: o i dërguar i Zotit, ne gjuajmë
me qenë, si themi ne me zagar, Po. atë hajmë prehun që na sjell qeni i gjahut, atëherë profeti alayhi salatu selam, me sa duket kjo ishte e parë, për herë të parë që dëgjonte, sepse zakonisht gjuetia e asaj zone ku jetonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte me shtiza. Po arabët se kishin traditë, po. Po, me shtiza, nuk është se përdorin qen. Mirë po, pjesa, si më thon, populli dhe pjesa zona e Adi ibn Hatimit përdorin dhe qen. Për këtë arsye profeti alayhis salam priti shpalljen dhe Zoti zbriti ajetin kuranor, "Yes'alunaka ma dhuhil lahum." Pyesin ty o Muhammed, çfarë është e lejuar për ta? Dhe erdhi një përgjigje shumë interesante, tha "Qul uhilla lakum at-tayyibat." Thuaj, çdo gjë që është e mirë, e pastër, e dëlirë, është halal. Pra sikur Zoti po na thot mos pyesni për halallin. Halali është kudo, e rëndësishme të jetë diçka që nuk është e dëmshme, e rëndësishme është që mos dëmtoj shëndetin e njeriu. Përveç disa gjërave pastaj që janë përcaktuara, që normalisht janë shumë pak krahasim me atë që është e lejuar. Dhe erdhi sqarimi pastaj për pikërisht për gjuetin që u bë pyetja pejgamberit alayhis salam. Gjithashtu, pra ju janë lejuar çdo gjë që është e pastër, e shëndetshme, domethënë gjë që nuk sjell dëm për shëndetin etj. Pastaj erdhi sqarimi për pyetjen. Tha ajeti kuranor "Wal lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih al-mukallibin." Dhe çdo gjë që kapin për ju, Kjo e gjuajnë shtazët, e mësuar. Kafshët e mësuara për jush. El-jawarih al-mukallibin, kafshët, le të themi, kafshët si ta themi, trajnuara. E trajnuara. Jo, el-mukallibin futen qend, futen tigrat, futen luenërit, futen shqiponjat, skifterat, Predatorët, kafshët që gjuajnë. Po, kafshët që gjuajnë. Predatorët. Po, kafshët që gjuajnë janë dy kategori. Kafshët që gjuajnë po janë të pa mësuara, të pa stërvitura, si më thënë, dhe kafshët që janë të mësuara. Dallimi mes tyre, pra është ndryshe kur unë kam një qen shtëpie dhe qeni, le të themi, më kap një plumb të egër apo më kap një lepër të egër dhe ma sjell, dhe është ndryshe kur kam një qen të mësuar zagar, për shembull siç themin e zagarët, raca zagarëve, që janë të mësuar për gjueti. Në rastin e parë unë kam haram të ushqehem, edhe pse domethënë një qen e kapi atë, në rastin e dytë unë kam halal sepse është qen i cili është i mësuar. Për shembull dikush merret me rritjen e shqiponjave. Dhe nuk është se i ka mësuar për gjueti, po shqiponja i solli diçka, është haram. Ama në momentin që unë e kam shqiponjë, pa e kam të mësuar për gjueti, atëherë ushqimi që më sjell gjahu, prehu që më sjell shqiponja bëhet halal. Pra, nga specifikimi i ajetit lind një kriter, po, që duhet të jetë e trajnuar për këtë trajnuar për gjueti. Për gjueti. Pra ky është një kriter i parë që është përmend në ajet. Kriteri i dytë që është përmend në ajet është që kur dërgohet gjëja të jetë e dërguar me bismillah. Pra kur e dërgoj shqiponjën apo skifterin, them bismillah, e nis me bismillah. Kur e nis zagarin, e nis me bismillah. Pra duhet ta nis me bismillah, duhet ta bëj patjetër me bismillah. Në fakt tu ka një ndërhyrje interesante, sepse kur kafsha theret, ne themi bismillah, Allahu Akbar, apo jo? Pra ka dhe një pjesë, ndërkohë gjuhëti është vetëm bismillah. Mos ndoshta është urtësia që momenti që ne therim diçka, me luftohet e dëlirën e madhështisë që ka njëri thotë Zoti është më i madh, pra edhe pse un po arri këtë edhe ndërsa ke rasti shtazës ju thatë që është bismillah përmendja. Pra zakonisht kjo bismillah Allahu Akbar është për kurban Bajram. Po jo për kurbanet e zakonshme. Për kurbanet e zakonshme thuhet vetëm bismillah. Bismillah, okay, nuk është kriter. Kurban Bajram është gjë tjetër, sepse është koha e haxhit, koha e Bajramit, edhe është koha e tekbireve. Aha, okay. Kështu që nuk është se ka të bëjë fiks, domethënë e rëndësishme. Pra ideja është përmendja e emrit të Zotit, përmendja e emrit të Zotit. Pra çdo apo çdo gjë i sjell pastaj i cili plotson le të themi këto dy kritere, atëherë është i lejuar për ju dhe vazhdon ajeti ku Zoti domethënë e lidh me devotshmërinë dhe e lidh me dhënien e llogarisë përpara tij. Tani normalisht që te pjesa e gjahut përfshihet edhe pjesa e jetës së gjës gjuajtur. Po. Së preut. Domethënë, a është kushti të jetë gjallë apo nëse ngordh, për shembull fjala bie, ne dim që po nuk u therr kafsha, pra nuk lejohet hahet mishi, po ai që gjun me gogla për shembull, ose me çifte. Po.
ose kur zogu mytet ndet, ose pra cilat janë rastet që lejohet dhe nuk lejohet. Atë le të themi rregullat e gjuetisë përmbledhur shkurt. Tek gjuetia që një gjah i gjuajtur të jetë halal për ne muslimanët duhet plotësoj disa kritere. Një, së pari, duhet që gjëja e gjuajtur të jetë halal. Qartë, mish. Pra, për shembull le të themi nëse gjëja e gjuajtur është haram për ne, nuk lejohet të hahet edhe pse është gjueti. Për shembull deri i egër, ku klasifikohet? Deri i egër klasifikohet tek haramet. Okej. Pra edhe pse ushqehet me është prapë ndaluar. Edhe pse është ndryshe nga deri i butë, si më thënë, pra ai për ne është haram. Atëherë gjëja gjahu duhet të jetë halal. Kushti i parë. Kushti i dytë, nëse gjuajmë me kafsh, siç është rasti i qenve apo rasti i shqiponjave, duhet ta nisim me bismillah. Okay. Nëse gjuajmë me armë apo nëse gjuajmë le të themi me mjete të tjera, atëherë duhet që në momentin që gjuajmë duhet të themi bismillah. Pra ti nuk mund gjuash edhe të thuash përderisa e kapa po e haje të tjerë. Jo, duhet që kur gjuan, pra qoftë me çifte apo qoftë me shtinz apo me diçka tjetër, duhet patjetër momentin që e shkrepim, duhet të themi bismillah. Ky është kushti i tretë. Dhe pastaj është halal edhe nëse ngordh për shembull zogu? Tani do të vim. Okay. Kushti i katërt, nëse e gjejmë të ngordhur, është halal. Nëse e gjejmë të ngordhur, pra gjuajtëm apo e solli qeni të ngordhur, lepurin apo ku e diun diçka thellëzën apo diçka tjetër, është halal. Nëse e sjell të gjallë apo e kapim gjallë, pra ne kemi gjuajtur dhe e kapim gjallë, duhet patjetër ta therrim me bismillah. Pra ti nuk mund ta marrësh për shembull thellëzën e gjallë, thua unë po e fus në shport, se pastaj do ta therr. Në momentin që ajo ty të ngordh, pa e therrur ti, ajo bëhet haram. Pra në momentin që e kap të gjallë, duhet ta therrësh. Lepurin e kapet gjallë, duhet ta therrësh. Thellëzën e kapet gjallë, duhet ta therrësh. Çdo gjë tjetër që është halal duhet. Kushti i fundit është që në momentin që ndodh gjuetia, duhet që patjetër të ketë derdhje gjaku. Pra nëse ndodh, le të themi, ngordhja e gjahut për shkak të mbytjes ose për shkak të zhytjes në ujë, pra e myti ujë, apo për shkak mbytjes, ose siç kemi bërë ne kur ishim në Belgjum, bëshim laçe. Ngrinim laçe dhe hante zogu aty dhe e kapte laku. Në momentin që e kap laku dhe ngordh zogu, aty ajo quhet haram, sepse ka ngordhur, nuk ka gjakderdhje, nuk pastrohet. Bravo, ose i kemi gjuajtur ne për shemb, por nuk shkaktoi gjakderdhje dhe ngordhi prej gjuajtjes, bëhet haram. Duhet që patjetër me gjuajtjen të derdhi dhe gjak. Qartë. Atëherë në momentin që e kapim gjallë, duhet ta therrim dhe kushti i fundit tham duhet që patjetër të shkaktojë kjo gjakderdhje dhe mos të ngordhi pa gjakderdhje. Pra nëse ngordh pa gjakderdhje bëhet haram. Për shembull, un kam ngritur një ras, siç kemi bërë ne prap më përpara. Dhe bëshim një grop dhe futej zogu aty dhe binte ajo rasa, binte mbi gropën. Nëse ti e kap gjallë dhe e therr, je okay. Nëse ti e gjen ngordhur, bëhet haram. Qartë. Atë këto janë 5 kriteret që duhet plotësohet. Ka një problem këtu që është gjahu i gjetur në ujë për shkak të gjuetisë. Këtu shihet, nëse ka ngordhur përpara se të bjerë në ujë, është halal. Nëse ka rënë gjallë në ujë dhe ka mbyt ujë, është haram. Si ta dallojmë këtë? Kur çahet, shifet ka hyrë ujë në mushkëri apo jo. Nëse ka hyrë ujë në mushkëri, do të thotë se ka ngordhur në ujë. Nëse nuk ka hyrë ujë në mushkëri, do të thotë se ka ngordhur në ajër. Nëse ky mund të jetë një detaj shumë detajuar, por le të jetë si njohuri dhe si dije. Ktu kemi një gjë shumë interesante që Islami nuk e ka lënë këtë fushë pa e trajtuar, madje e ka trajtuar me shumë detaje. Sepse thash, pra, për një pjesë të mirë të shoqërisë botërore, sidomos asaj kohe ka qenë pjesë e rëndësishme e të ushqyerit dhe të jetuarit. Siç tha, për shembull, rasti i Ibrahimit alayhis salam, kur shkoi për vizitë tek Ismaili dhe nuk e gjeti Ismailin alayhis salam në shtëpi. E pyeti ku është ta burri yt, i tha të shoqes, të res, kur i themi në nuses, i tha ka shkuar për gjuhëti. Pra jeta e tyre ishte jetonin me gjuhëti. Me gjuhëti, po. Po edhe po mos ishte jeta e ngritur mbi gjuhëtin, siç ndodh në shoqëri, njerëzit gjuajnë. Atëherë Islami trajton edhe gjuhëtin. E fundit fare që ka të bëjë me gjuhëtin është
diçka që është shumë e rëndësishme. Nuk lejohet gjuetia në Islam për qejf. Pra jo për ta ngrënë atë mish apo për ta dhënë sadaka. Ja, thjesht e vret dhe e lën aty. Për nishan, për të mësuar nishan edhe e lën aty. Kjo në Islam nuk lejohet. Pse? Sepse pejgamberi sa thotë në një hadith, do të pyesi zogu dhe do të pyesi gjahu ditën e Kiametit, Zotin do i thotë, o Zoti im, pyet e këtë pse më vrau. Qartë. Pra nuk lejohet për qejf një ju dëgjuaj dhe ta lej gjën aty. Nëse gjuan, për hobi nuk ka problem, por e merr atë gjën dhe nëse nuk ka hanë vetë, le ta japi lëmosh, le ta japi si sadaka, po jo për të mësuar dorën apo jo për thjesht. Për hapën dhe smundjet, softinat edhe implikohen shumë gjëra të tjera. Në fakt, një nga potencialet e Islamit është që parashikon edhe ngjarjet e të ardhmes, në sensin që çdo zhvillim i ri që ndodh në shoqëri, Islami ka një përgjigje. S'ka dyshim. Në rastin konkret, besoj dhe ju e keni përgjigje, është sot gjuetia me mjetet bashkohore, me drona, me qenë robotik, me AI, me inteligjencë artificiale etj. Pra, si a lejohet kjo lloj gjuetia, a hahet mishi këtyre? Me dy kritere. Në momentin që dërgohet gjëja, qoftë droni, qoftë siç thoni qeni robotik etj, duhet kur të niset, kur shtypet ai butonit me bismillah, ky është kushti i parë, dhe kushti i dytë, domethënë duhet që në momentin që kapet gjëja të shkaktoj gjakderdhje, nëse e kapim gjallë duhet ta thejim sërish, nëse na vjen e ngordhur pastaj jemi okay. Qartë. Pra të njëjtat kritere, si më thonë, njëjtat kritere. Po. Gjithashtu ne shpesh në Islam shohim përmendjen e emrit Zotit në çdo detaj kyç. Në çdo detaj tjetër, në çdo zhvillim. Në fakt, më duket se në gjuhën arabe fjala bismillah nënkupton edhe me emrin e Zotit po e bëj këtë gjë. Pra po zgjohem, po flej, po bëj. Pse është kaq e rëndësishme përmendja e emrit Zotit në momente të kyçe të tjera, në çdo ndryshim, në çdo ngjarje që ne kemi? Sepse ku përmendet Zoti është mirësia e tij e para, dhe e dyta ne largojmë nga vetja jonë, si më thënë atë dedikimin e të qenit asaj që ne po i bëjmë gjërat, jo me emrin e Zotit të bëjmë çdo gjë. Pra, Fetebareke esmu rabbike dhil xhelali wal ikram, i bekuar është emri i Zotit. Pra kur përmendet emri i Zotit ka bekim. E para dhe e dyta ne largojmë nga vetja jonë haulin dhe kuven, fuqinë dhe forcën dhe suksesin se ne jemi bërësit e gjës. Jo. Pra kthehemi në origjinë. Allahu khalaqakum wama ta'malun. Zoti ka krijuar ju dhe çdo gjë që e bëni. Çdo gjë është prej Zotit. Atë përderisa çdo gjë është prej Zotit, atë pse mos themi bismillah? Pse mos themi pra me emrin e Zotit, me emrin e Allahut? Me emrin e Allahut, domethënë ti sikur përkërkon nëpërmjet kësaj fjalie bekimin e Zotit. Pra qoftë e bekuar se me emrin e Zotit po bëhet. E bekuar qoftë se me emrin e Zotit po bëhet bismillah. Për këtë arsye në punë të këqija nuk bëhet bismillah. Në punë të mira, në punë të ahiret bëhet bismillah. Dhe në fakt, po shkojmë dhe pak në fund të ajetit, Zoti thotë dhe friksojeni Zotit. Pra, kush mund të jetë lidhja midis të pasurit frikë Zotit dhe pjesës së gjuetisë, domethënë, kush janë dhe ato haramet në thonjza, ju përmendët një, po pra pse Zoti na thotë që të friksohemi në këtë pjesë? Normalisht sepse njerëzit në çështjet e gjuetisë mund të tregohen neglizhent. Për shembull, le të themi, i doli një gjah i mirë dhe nuk e pati mendjen të thotë bismillah. Ai gjahu i mirë është haram. Është njësoj si mishi i derrit, edhe pse është lepur, edhe pse është tollëz. Vetëm fakti pse ti nuk bëre bismillah, e shkrepe pa bërë bismillah. Qartë. Pra është çelësi që e hap. Është çështje hallale. E nisë ti qenin zagari, por nuk the bismillah kur e nisë, kur e lshove. Ai bëhet haram. Shqiponjen kur e nisa pa bismillah. Bëhet haram. Dhe ajo që përmendet ju që gjujmë për hobi, pra faktikisht Zoti ta ka leju marrjen e një jete, dhe kjo është nga nderimi që ka bën njeriu. Jo për qejf, jo për tu tallë. Po, dhe duhet me pas frikë Zotin sepse ajo kafsha lëngon dhe fund fare vuan. Absolutisht, po. Po si njeriu pra s'është. Prandaj është bërë lidhje, domethënë, pra kjo është një çështje që ka të bëjë me halallin dhe haramin, ka të bëjë me të ushqyerin, ka të bëjë me mënyrën se si ne organizojmë një pjesë të jetës sonë. Atëherë, kujdes, friksoni Zotit. Pra mos abuzoni. Për këtë arsye unë gjithmonë këshilloj vëllezërit tanë që merren me gjuhëti që ti përmbahen, le të themi, rregullave që kanë vënë, le të themi, shtetet, për sa i përket gjuetisë,
sepse kanë kohën e mbarsimit, kanë kohën e shtimit, kanë kohën, pra jo çdo kohë është komode për këtë punë. Sepse neve na intereson që gjëja të jetë dhe të ekzistojë, jo ta shfarosim në emër të gjuetisë. Kjo vlen për gjuetinë e tokës, normalisht, po edhe për gjuetinë e detit. Një tjetër pyetje interesante, janë, le të themi, natyra e gjahut. Pra ne kemi gjah deti, gjueti deti, gjueti toksore, gjueti qellore. Kush është dallimi midis tyre trejave? Atëherë, ajo qellorja nuk është me kuptimin se s'ka gjë që jeton vetëm në ajër, ai patjetër do të ushqehet në tokë, kështu që ka ligjin e toksores. Qartë. Pra, le të themi kafshët, shpendët kanë të njëjtin gjykim. Kemi gjuetinë e detit. Gjuetia e detit ose e lumejve ose e liqeneve, në përgjithësi është halal, sepse nuk ka asnjë lloj kriteri. Aty nuk është kusht që kur e hedh grepin ta hedhësh me bismillah, as nuk është kusht që kur e hedh rrjetën ta hedhësh me bismillah, as kur e hedh, le të themi, atë gatimi është kriter se ka njerëz që ja hajnë dhe gjallë. Jo, nuk është kriter. Nuk është kriter, pra. Nuk është kriter sepse pejgamberi sa më tha, huwa tahurun ma'uhu al-hillu maytatuhu. Pra, ose siç thotë për shembull, uhilla lana damani wa maytatan, na janë lejuar dy ngordhësira dhe dy gjakra, karkaleci dhe peshku. Ose peshqit. Pra çdo gjë që është ndet është halal dhe nuk ka kritere, domethënë, është çështja e saj është, por vetëm ai kriteri i shpërdorimit që është me kuptimin të gjuhës thjesht për të kaluar një hobi dhe jo për ta ngrënë, jo për ta marrë, edhe kjo pastaj e përfshin edhe atë, sepse le ta bëjmë pyetjen pak ndryshe. A ka gjë haram det që nuk lejohet ha? Gjë haram det nuk ka. Përveç se nëse ekziston ndonjë, le të themi, një gjë që është e dëmshme për shëndetin e njeriu. Normalisht që ka edhe punë me dhëbesh këtu, pra ka për me dhëbe që bëjnë kufizime. Nuk hajnë millje, nuk hajnë po ky është një mendim, le të themi, me dhëbesh, po nuk është i saktë. Më saktë është që çdo gjë që është ndet është halal, karkalecat, midhjet, çdo gjë me fjalë që është ndet është halal, përveç se nëse është një, le të themi, një gjë që dëmton shëndetin e njeriu. Kjo është gjë tjetër pastaj. Sepse duket që arsye e leimit është që deti sterilizon. Pra kripa dhe kthehet pastaj e kundërta. Atëherë shkëputemi për ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio me hoxhën ton Ahmet Kalaja. Hoxhi nderuar, një tjetër fenomen që ka sjell kohët moderne, pra afrimi distancave, afrimi kohrave është dhe janë dhe restorantet e gjuetive, pra restorantet e luksit. Nëse në rastis të jemi të ftuar apo të shkojmë drekojmë atje, darkojmë, cilat janë pyetjet që duhet pyesim për gjahun? Pra, ju thatë bismillah, por mund të jemi në perëndim që ai tjetri është hidhtar i librit, pra si qëndron gjuetia e tyre. Ligji mbi gjuetin është njësoj si ligj, ose mbi mishin e gjuetisë është njësoj si ligji mbi mishin e zakonshëm. Pra aty ku thotë që është kriter bismillaja, i bjen ose nëse është hidhtar i librit. Ne nëse shkojmë në një restorant që pronari i restorantit është musliman, nuk kemi pse të pyesim se si e ka therr apo se si e ka gjuajtur. Nëse pronari i restorantit është hidhtar i librit, prapë edhe në këtë rast nuk kemi pse të pyesim, sepse Zoti na ka lejuar siç do të vinë në emisionin e radhës që ta sqarojmë. Kështu që unë besoj që nuk duhet të tregohemi të ngurtë te kjo pjesë. Është thjesht. Përveç se nëse e dim që pronari i këtij lokali është ateist apo është idhujtar apo është pagan. Atë është çështje tjetër dhe duhet bëjmë pyetje se nga e merr mishin. Përndryshe nëse personi është, le të themi, musliman, pra ne nuk e klasifikojmë dot si jo besimtar, apo është hidhtar i librit, pra si më thon, ndjekës i një feje krishterimit apo hebraizmit, atëherë për ne mishi është halal. Pra ka të njëjtin gjykim siç gjykojmë përgjithësi për halal dhe për haramin. Pra nuk kemi për shembull ne si themi, kur e gjuajt ti këtë, kur e shkrepe, bëre bismillah apo jo, përdesë ky person është musliman, sepse kur shkojmë tek një restorant që është musliman, ne nuk i themi atij gjosi e therti, sepse është musliman. S'më intereson. Por vetë nëse jetojmë në një situatë apo në një vend ku e dim që njerëzit s'kan lidhje, edhe pse vetes mund të thonë, atëherë mund të bëjmë një pyetje për t'u qetësuar. Po në përgjithësi nuk kemi pse ta vështirësojmë situatën. Nuk kemi pse ta
ta ngarkojmë situatën. Po, ta stresojmë veten. Dhe fund fare ajeti ka një mbyllje, në fakt në shikimin e parë pak e çuditshme, por ju do na thoni kush është urtësia që thot Allahu është i shpejt në llogari. Pra pse mbyllet kështu ky ajet? Ta thon thjesht fare. Çështja e hallallit dhe haramit nuk është çështje e lehtë, sikur po na thot Zoti që çështja e hallallit dhe haramit nuk është e lehtë. Çështja e gjuetisë dhe të ushqyerit me gjahun halal nuk është çështje e lehtë. Pra, si më thon, për çdo gjë do të japim llogari përpara Zotit, po edhe për mënyrën se si ushqehemi do të japim llogari përpara Zotit. Pra, është një çështje që ka të bëjë direkt me Zotin e gjithësisë. Pra, si më thon, është një çështje për të cilën ne do të japim llogari, mënyra se si ushqehemi, a është halal apo është haram. Për këtë arsye, domethënë, le të themi, kemi një kapitull të rëndësishëm në Islam që quhet kapitulli i halallit dhe haramit, që thotë çfarë është e lejuar për ne dhe çfarë është e ndaluar për ne. Pra, si më thon, ne duhet të jemi të kujdesshëm te kjo pjesë, nuk duhet të jemi neglizhent, sepse kjo ka të bëjë me lutjet, ka të bëjë me adhurimet, ka të bëjë me shumë gjëra të tjera, me efektet anësore që jep, domethënë, me ndikimet që jep në jetën e njeriu, kështu që nuk duhet marrë lehtë. Pra, është një kapitull i rëndësishëm që nuk duhet marrë lehtë. Mënyra të ushqyeret nuk duhet marrë lehtë. Pra, duhet parë më shumë se për këtë arsye kemi aty dy gjëra, thotë friksoni Zotit. Pra, kujdes në mënyrë se si gjuni etj, dhe nuk do të jetë kjo për qejf apo për thjesht për të mësuar nishanin mësojnë forma të tjera. Dhe e dyta, kujdes, sepse ky është një kapitull i rëndësishëm, të cilin nuk duhet ta neglizhoni. Pra, keni përdorur llogari për mënyrën se si ushqeheni, qoftë e gjahut të gjuetis apo qoftë ushqimit tjetër në përgjithësi. Pra, si më thën, pyetja që u bë është interesante sepse tregon, ai e pyeti profetin e Islam, o pejgamberi i Zotit, cili është gjykimi i gjuetis me qen. Pra, ky një pse e bëri pyetjen, sepse don që të jetë në rregull me Zotin, do të jetë në rregull me botën tjetër. Pra, ky kapitull është i rëndësishëm sepse e lidh njeriu, domethënë, ose ka të bëjë jo thjesht se çfarë han dhe çfarë pin, po ka të bëjë me botën tjetër. Si më thënë, kapitulli i ushqyerit halalli dhe harami në Islam ka të bëjë me sprovën e njeriu në botën tjetër. Pra, jo gjithmonë në atë që është halal dhe haram, njeriu patjetër duhet të gjejë një sepse. Po, qartë. Nga njëherë do të thonë, kështu ka thënë Zoti dhe pikë. Nëse ne pastaj arrim nëpërmjet shkencës të zbulojmë urtësi e gjëra të tjera, kjo është çështje tjetër. Po si fillim, kjo është një sprovë. Ai që të ka lejuar ty gjithçka të ka thonë dëgjoj, 1, 2, 3, 4 i ke haram. Po pse? Ai vendos. Nuk kemi. Pra, ti je në botën e sprovës. Mos harro se do të japësh llogari. Për këtë sprovë apo për këtë. Pra, kalon shpejt kjo botë, kjo është pak a shumë domethënia dhe në fakt duket sikur Islami ka dhënë një lloj vëmendje gjuetis kur thot pra dhe ta mprehi tehun mjetin që do bëj kurbanin, ta fshehi. Pra ka një lloj etike që kujdes me gjën e gjallë, me kafshën, pavarësisht se është një gjë domosdoshme. Si ta mos u bëj abuzues. Për jush e therr kurbanin 2 herë. Tha në pejgamberi Zotit, po si e therr 2 herë? Tha një herë e therr në sy të tjerave dhe një herë therr kur t'i vi rradha. Pra ka parë Islami këtë pjesë shumë, mënyra se si therret, si duhet të jetë thika e mprehur, nuk duhet të jetë, si më thën, nuk duhet të jetë në sy të tjerave, etj. Pra i ka vendosur disa kritere shumë interesante, që duhet i përmbahet ai i cili therr kafshën. Madje pejgamberi alayhis salam tha, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Zoti ka bërë obligim mirësjelljen në çdo lloj situate, madje edhe kur therrni kafshët, therrni me mirësjellje. Gjithë secili për ju ta mpreh mirë thikën e tij dhe domethënë ta qetësoj ose ta rehatoj kafshën që ai therr. Tani hoxh, një pjesë që i ka mbetur pra pa e kopsitur le të themi gjithë narrativën sot që kemi zhvilluar së bashku, janë edhe gjallësat që nuk përmenden, pra, duket sikur janë gri, as halal, as haram. Kërmit, karkalecat e tokës, janë dhe shumë gjëra tjera që po zbulohen dhe breshkat, i riqet, pra, gjëra që shkurt s'janë përmendur në Kur'an. Nuk janë përmendur në Kur'an.
Atëherë gjërat që nuk janë përmendur në Kur'an. Fillimisht kush është parimi i përgjithshëm? Për shembull gjarpri, ne shohim rrjetet sociale që rrjepin dhe e gatojnë. Pra, kush është dallimi i madh që duhet bëjnë njerëzit? Dhe pastaj këto që janë që nuk përfshin. Atëherë gjërat që nuk janë përmendur në Kur'an kthehet në traditën e vendeve ku jetohet. Pra, nëse është diçka që nuk ka për të transmetim, le të themi, nga sahabët, se klasifikimi është khabaith dhe tayyibat. Zoti thotë kam ndaluar çdo gjë që është e pështirë dhe kam lejuar çdo gjë që është e këndshme. Tani nëse kjo gjë për cilën ne po flasim është e pështirë në popullin ku jetohet ose sahabët e kanë klasifikuar si të pështirë, nuk e hajmë dot. Nëse nuk e kanë klasifikuar sahabët dhe është lënë e lirë, atëherë sipas traditës popujve. Për shembull gjarpri konsiderohet i pështirë, pra me kuptimin nuk hahet, është haram. Nëse për sa i përket kërmive, për sa i përket iriqve, për sa i përket breshkave, varet nga traditat e popujve. Ku konsiderohet diçka që është, le të themi, e këndshme, mund të hahet, nuk ka asnjë problem. Domethënë, madje, domethënë, ka disa prej ulemave që thonë dhe nuk është kusht, thuhet as bismillah, ke rasti kërmive për shembull. Apo tek rasti i breshkave apo tek rasti i iriqeve. Megjithatë, për të qenë brenda është mirë që thuhet bismillah. Pra, domethënë, kthehet tek a është e dëmshme? Tradita e popullit. A është e dëmshme dhe kthehet në traditën e popujve. Pra, nëse në një popull të caktuar kjo konsiderohet diçka e këndshme, lejohet dhe nuk ka asnjë problemi. Nëse konsiderohet diçka e urryre, pështirë, nuk lejohet. Në fakt, në fund të emisionit vërtetuam atë që thamë edhe në fillim, pra që Islami ka gjithmonë përgjigje dhe i ka zauruar, pra pavarësisht se si ndryshojnë kohrat dhe vetëm krijuesi mund ta hninte pra ta bënte këtë punë, sepse ne shohim që në këtë formë kaq përsosur. Ligjet gjithmonë zhvillohen, ndryshohen, reformohen, pra dhe Islami është po ai që ka qenë dhe vazhdon të jetë. Ndërkohë që përfshin çdo gjë deri në ditë kiametit. Pikërisht, pra, kjo ishte ajo dhe vlera që përmban kjo pjesë. Besoj në publikut, ju falenderoj që ishit sot me ne. Për gjithë ato pikat kyçe që trajtuam sot, sepse siç e thatë ju detajet nuk e zaurohen dot, por që të paktën dhamë një ide të përgjithshme dhe që të paktën edhe të studiohet kjo fushë kur dikush do të interesohet rreth kësaj teme. Pra, kemi një trajtesë islame rreth kësaj teme. Rreth temës së gjuetisë. Gjithashtu na mbetet emisioni i dytë, po që ka të bëjë me ajetin, po. Të pyesin ty çfarë është lejuar. Ajeti i parë foli për gjuetin dhe vjen ajeti i dytë që është të ushqyerit dhe raportet me hidhtarët e librit. Me hidhtarët e librit. Gjithashtu, ju falenderoj dhe juve teleshikues të nderuar për vëmendjen që na kushtuat pra në emisionin e sotshëm.